është bërë një projekt I cili të I kalon nevojat e realizimit apo e nevojave që kanë qytetarët e kolonjës për të pasur ujë të pishëm. Që do të thotë, ata kanë bërë një projekt I cili është shumë fishuar në sasin e ujit të nevojshëm që ata duhet kishin. E thënë ndryshe, ky projekt është zmadhuar me qëllim përfitimin e të mirave monetare apo materiale dhe në këtë kushte zmadhuar për të përfituar para, është abuzuar. Është abuzuar, po. Në këtë kushte janë ngritur akuzat nga avokatin Fjale Esmeral Xhafa, I cili ka bërë kallëzimin dhe është drejtuar SPAK-u. SPAK-u ka kryer hetimet dhe në këtë kushte ka vlerësuar që po jemi para kryerjes së një vepre penale. Ky është kallëzimi I parë. Kallëzim tjetër bëhet fjalë për rekonstruksionin e ujësjellësit të Gjoncit. Këtu është tjetër. Është një tjetër rast. Po, unë këtë në fakt me këtë e nisa kur thash kemi rastin e një mini 5D-je. Qofse Erioni I Madh ka pasur 5D me vlera të jashtëzakonshme përfitimi nga 5 drejtorët e tij, që sigurisht pas këtyre që ndronte edhe vetë kryetari I bashkisë I cili është edhe I pas hekurave, kemi dhe Erionin e vogël të bashkisë Kolonjë, I cili për këtë rekonstruksion të ujëmbledhësit të Gjoncit, ja ka dhënë firmës së kryetarit të njësisë administrative Kolonjë Qëndër, që është një punëtor, një vartës I Erionit Sajt në bashkinë Kolonjë, I cili pastaj, për të humbur gjurmët, e ka shitur, I ka dhuruar aksionet shtetasit e Ulion Hasko,